Përshëndetje të nderuar miq, do të shkojmë në Maqedoninë e Veriut për të folur për situatën politike atje, por mbi të gjitha për protestën në 13 dhjetor që kanë paralajmëruar OVL UÇK-ja pra në mbështetje të liderëve që ndodhen në Hag pra për drejtësi, një protestë për drejtësi që vjen pas asaj të fundit që ishte jo vetëm në Shqipëri edhe në Hag por edhe në Strasburg. Për të folur për këtë protestë atje, por edhe për shqiptarët në Maqedoni edhe situatën në trojet tona në këto kohë të turbullta, kam deren kënaqësinë të kem të ftuar doktor profesor Rushdi Matoshin, komandant i 2 lufta, ish deputet i PDSH-s, aktualisht profesor universitar që ndan jetën mes Cetovës, por edhe Kosovës, sepse i ka shtetësitë të dyja vendeve. Komandant, përshëndetje, apo profesor, si të ju drejtohem? Si të doni, përshëndes gjithë audiencën e juaj dhe ju për kontributin që jepni çdo ditë si medium që është shumë i rëndësishëm për proceset tona. Faleminderit. Zoti Matoshi, çfarë prisni nga kjo protestë në datë 13 në mbështetje të Thashit dhe të tjerëve? Si fillim nuk është pritur mirë nga Mickovski, por ndoshta kjo mund të shërbejë si katalizator që pjesëmarrja të jetë në maksimum e shqiptarëve. Tani, shqiptarët e Maqedonisë gjithmonë kanë qenë përkrah shqiptarëve të Kosovës. Nga viti 92 e këndej në të gjitha proceset, partitë politike dhe subjektet politike, shoqatat, intelektualet në Republikën e Maqedonisë Veriut kanë qenë të bashkuar rreth kauzalitetit e cila ka qenë në lidhje me Kosovën. Është hera e parë që mbahet një protestë e cila ka synim që t'jep një mesazh deri tek vendimarrësit sa i përket procesit në Hag, të tregoj se ushtria çlirimtare e Kosovës ka qenë në rrugë të drejtë sa i përket misionit dhe vizionit të saj që ka pas, nuk dalin të bashkuar gjithë etnikumet apo gjithë elementet politik në Republikën e Maqedonisë. Sikur kemi një devijim në aspektin e pjesëmarrjes nga establishmenti i qeverisës, që janë partitë politike shqiptare që përbëjnë qeverinë e Maqedonisë, me partitë opozitare të cilët e japin përkrahjen dhe e kanë filluar nismën e kësaj proteste, që protesta do të zhvillohet në orën 1 në Shkup, në sheshin Skënderbeu, në komunën e Çajirit. Mendojnë që mundet ndoshta incidente fjalë madhe, po mund të ketë ndonjë tension, sepse në protestat e tjera s'ka pasur, po nisur edhe nga ajo e Mickovskit, por edhe nga fakti që sigur e thatë pak më lart ju vleni, nuk është se do marr pjesë pra parti që përbëjnë këtë koalicion që janë në qeveri, edhe do jenë vetëm të... Unë shpresoj që vleni të reteroj, apo edhe të ndroj qendrim, për arsye se kauzaliteti i UÇK-s nuk është vetëm një subjekti politik. Pas pavarësisë Shqipërisë, do me thonë vitin 1912, që e gëzojmë këtë Shqipërinë londineze që e kemi, akti më i madh patriotik në procese politike, vendimarrëse, është kauzaliteti që e ka kriju ushtria çlirimtare e Kosovës me prodhimin e pavarësisë Kosovës. Do me thonë, i tejkalon të gjitha barierat, ideologjitë politike, do të thotë. Prandaj unë shpresoj që vleni apo liderët e tyre të reterojnë apo të shqirtojnë vendimet e tyre, edhe t'ju bëjnë apel popullatës që në mënyrën më dinjitoze të dalin edhe të japin mbështetjen në një protestë qytetarie, nga të cilët duhet të dërgojmë një mesazh se ushtria çlirimtare e Kosovës, po edhe ajo kombëtare në Maqedoni, nuk janë zhvilluar apo nuk e kanë pas si mision apo si aktivitet të tyre asnjë diçka të keqe ndaj asnjë populli në Ballkan. Përkundrazi, kanë kërkuar që të instalohen shancat e barabarta si të popullit shqiptar në Maqedoni, ashtu edhe popullit shqiptar në Kosovë, që populli shqiptar në Kosovë e sublimoi me shpalljen e pavarësisë. Sot Kosova është një shtet i pavarur, i cili ka segmentet qeverisës dhe segmentet ekonomik të saj shumë pozitiv, si rezultat i një përpjekje shekullore që shqiptarët e kulmuan me ushtrinë çlirimtare të Kosovës
dhe kishte pjesëmarrës edhe nga Shqipëria, edhe nga Maqedonia, edhe nga Kosova, kështu bashkërisht arritëm që të bëjmë një haprim drejt vënies së gjërave në vend të vet. Kur fola pak më lart për ndoshta incidentet po. Mëse më hiku kjo, sigurisht që establishmenti politik Maqedon apo partia qeverisëse ka edhe një zhargon pak edhe si anti-shqiptar, e cila gjithmonë tundohet në aspektin e zhargonit të tyre duke e rrit rejtingun e saj tek populacioni Maqedon, ashtu sa ma ashpër që flet ndaj shqiptarëve, ajo e rrit rejtingun, dhe si prej e këtij rezultati të rritjes rejtingut, ajo po mban do qëndrime jo bashkohore, jo të mira sa i përket aktiviteteve dhe aktivitetit fundit që është protesta e Shkupit të shtunën, në ora 1. Unë shpresoj që Mickovski dhe partia e tij të kalojnë paragjikimet, për arsye se shqiptarët nuk janë etnitet i mos përfillshëm më, për arsye se vetëm në Republikën e Maqedonisë janë mbi 30%. Ata morin pjesë në aktivitete ekonomike, ata morin pjesë në... Që ka rënë numri, se në mos gaboj, dikur ju keni thënë 40 apo gabohem? Jo, do me thonë numri, nëse bëjmë një regjistrim, bëjmë një regjistrim e cili do të ishte ma stimulus në aspektin e paraqitjes njerëzve që i kemi në diaspor, ne i afrohemi dikun 20%, për arsye se nga viti 1981, deri tani në 2025, përqindja e lindshmërive të shqiptarëve, Maqedoni, statistikisht, flasin statistikat, është mbi 35, 33, 36, 37% e lindshmërive janë shqiptarë në Republikën e Maqedonisë. Dhe në bazë këtyre statistikave, shqiptarët tani duhet të jenë 40%. Mirë po falë mos një korekcie në aspektin e metodologjisë së numrimit apo të evidentimit statistikave që bëhet regjistrimi i popullsisë, ne sikur pësojmë, por edhe numri 30% është një numër kredibil që duhet tek faktori Maqedon të konsiderohet si numër shtetformues kredibil që jep çdo ditë kontribut në mbajtjen gjallë të këtij shteti që është Maqedonia e Veriut. Pak më parë kur ju pyeta për incidentet ndoshta të mundshme apo tensione, kisha parasysh faktin që në mos gaboj këtë verë apo verën e kaluar, një prej ish qytetarëve të UÇK-s u ndalua në Maqedoni, u arrestua si pasojë një urdhër arresti të lëshuar nga Serbia për atë vjetër. Ndoshta mund të kemi raste të tilla nëse nga Kosova do vinë në protestë në këtë rast apo? Realisht Maqedonët mundohen, domethënë sistemi i politikave të sigurisë që bëhet kontrolli i kufive, mund të evidentoj ushtarë të UÇK-s që i kërkon për shembull shteti serb. Maqedonia është e detyruar të përgjigjet atij sistemi, edhe ndonjëherë edhe i ndalon disa ushtarë të UÇK-s si rezultat i kërkesave që i ka Republika e Serbisë për ish ushtarët të ushtrisë ligjëtare të Kosovës. Mirë po, unë besoj që kontaktet e Prishtinës zyrtare me Shkupin zyrtar duhet t'i amortizojnë këto kërkesat të Serbisë në aspektin e keqpërdorimit të një sistemi që quhet Interpol, edhe të i krijoj skemat stabilizuese në këtë drejtim që mos të kemi raste që mo të ndalohen ish ushtarët të UÇK-s vetëm për teket të Serbisë. Serbia ishte ajo që bëri gjenocid, Serbia ishte ajo që bëri krime lufte, Serbia ishte ajo që u merrte me popullsinë civile e jo me uniformën, edhe ata janë njerëz që duhet të hetohen në vazhdimsi për të bëmat e tyre. Ushtria shqiptare e Kosovës, po çdo ushtar i ushtrisë shqiptare të Kosovës nuk ka bërë bëmat e tyre. Mirë po nëse kthehemi te motivet e protestës. Motivet e protestës janë humane. Për arsye se ushtria shqiptare e Kosovës ishte
aleate e perëndimit në aspektin e funksionalitetit dhe në aspektin e ideologjisë. Për arsye se veprimtaria e ushtrisë shërbimtare ishte një veprimtari e vërjes së gjërave në vend të vet, edhe dhënien e mandatit, do me thonë, popullatës lokale. Ushtria shërbimtare e Kosovës me veprimtarinë e vet i u tha me kohë ndikimeve ruse, ndikimeve kineze, ndikimeve të cilët e çmontonin demokracinë, nuk e mobilonin. Pra, karakteri humanitar i ushtrisë shërbimtare të Kosovës është përtej shumë dimensioneve nga të cilët kalkulohet. Ju i pat vetë edhe eksponentët amerikanë të cilët ishin në mbrojtje të procesit të Hagës në Hagë, siç ishte James Rubin, apo ambasadori Hill, apo Wesley Clark, generali i shquar i amerikan. Se me sa bindshmëri dhe me sa pikat forta mbronin Ushtrinë Shërbimtare të Kosovës si një organizatë e cila për qëllim kishte vetëm si ta largojnë soldateskën e Miloševićit, i cili ka përdor metoda jo humane, si gjatë luftës, po edhe gjatë procesit të arritjeve të qëllimeve politike të tij, që ti vras të gjithë shqiptarët që ai pastaj ta merr territorin e Kosovës. Por zoti Matoshi, ndjes se ju ndërpreva, ndoshta aja vlen nuk mund të jetë fjala e dur që më vjen në këtë momente, po a jeni ju dakord që për hir të asaj padrejtësie që bëri Serbia, që të gjithë e dinë, mbrojtja, pra për të përballur me këtë padrejtësi, të bëhet ajo lloj mbrojtje në Hagë, që të ndryshojë rrjedhën e historisë? Sepse kam fjalën e zinxhirit komandues, e komandantët, sepse tha që unë s'kam qenë komandant atë part frontit. Shqiqoni, Hashim Thaçi me Kadri Veselin kanë qenë të detyruar të mbajnë dimensionin politik të ushtrisë qëllimtare të Kosovës. Pa Hashim Thaçin nuk do kishim një prodhim, kuptohet edhe kasta politike ka dhënë kontribut të veçantë. Nuk do të kishim një prodhim të vendimeve të Rambujes, të cilët dhanë vulën e luftës. Do të thotë, e tham, do me thonë për arsye se unë vetë kam qenë në Ushtrinë Qëllimtare të Kosovës dhe kam qenë në operativ. Është e pamundur Hashim Thaçi t'i komandonte zonat e luftës, për arsye se atë nuk ja mundsonte as gjeografia, nuk ja mundsonte as komunikimi në kohë reale, që ai t'i komandonte pjesët operative të luftës në mënyrë të drejtë për drejtë. Do të thotë, drejtoria politike është e përcaktuar që ai të mbajë tretmonin politik. Pra ka qenë një si ministër i jashtëm, siç u përcaktua. Jo, ishte drejtor politik i Ushtrisë Qëllimtare të Kosovës. Por ta kam fjalën në një farë ministër i jashtëm të vetëm komand që e ka pas, që mund të themi që e ka pas si komand, ai nuk ka mund të jep urdhër që të ndalin operacionet luftarake pa u arrit qëllimi i Ushtrisë Qëllimtare të Kosovës. Atu urdhër e ka pas Hashim Thaçi. Pra vetëm urdhër ka pas. Pa diskutim, urdhër që Ushtria Qëllimtare e Kosovës duhet t'i përmbush të gjithë obligimet e saj drejt çlirimit të Kosovës. Por urdhrin operativ, se çka bën ai ushtari atje në poshtë, nuk ka mund ta ketë, ajo është hipotetike. Nuk ka mund ta ketë, nuk ja ka mundsu as terreni, nuk ja ka mundsu as komunikimi real. Ushtria Qëllimtare e Kosovës shkonte duke u zgjeruar në brigada, dhe numri sidomos në pranverën e vitit 99, numri i pjesëtarëve të Ushtrisë Qëllimtare të Kosovës u rritej në ditë u rritej në numra më të mëdhenj. Edhe para mendonin një ushtri që qëndron nëpër male dhe rreth qyteteve, të komandohet nga një njeri, ka qenë e pamundur. Prandaj ai zinxhiri komandues ka, domethënë,
brigadat kanë pas komandën e vet, se kanë pas komandantat brigadës, zonat operative i kanë pas komandën e vet, të cilët kanë funksionuar. Ashtu më tha që ka pas vetëm një komandë, pa përmbushjen e qëllimeve se pse është kriju kjo ushtri për ta pambarësuar Kosovën nga Serbia, këtë urdhër e ka pas se pa përmbushjen e këtij qëllimi ne nuk duhet ta ndalim luftën. Mendoni që protesta ku mund të ketë më shumë ndikim në aspektin tek në Hag apo në aspektin politik? Tu janë sytë ndoshta tek Washingtoni që mund të ushtrojë presion se Trumpi është i paparashikueshëm. Ndoshta protesta ka dimensione shumë domethënëse, si në aspektin intraetnik, për arsye se narrativat serbe, narrativat ruse, gjithmonë me fake news lajme, janë mundu ta keq interpretojnë edhe ta prishin misionin e ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Atë lajme të këqija kanë prodhu për ushtrisë çlirimtare të Kosovës dhe për eksponent të UÇK-s, saqë filluan edhe populli të dyshoj se çfarë njerëz pas mi pasne, të cilët kanë luftuar gjatë vitit 98-99. Janë edhe familje me pesh në Kosovë që akuzojnë tash. Familja Geci që akuzon për komunikatën 53-54. Qëndrimi eksponentëve amerikanë për krau UÇK-s zgjodhi çdo dilemë, se ushtria çlirimtare e Kosovës ka qenë imperativ, funksionaliteti i saj ka qenë domosdoshmëri dhe ardhja e produktit saj, domethënë krijimi i shtetit Kosovës është në lidhshmëri me aktivitetet e ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Domethënë demantoj një strukturim të lajmeve të këqija të cilët gjithmonë janë bërë ndaj UÇK-s. Edhe protesta në Shkup që mbahet në 13 dhjetor, në orën 1, e ka këtë funksion, të i delegjitimoj ato informacione, ato njerëz dashakçin, të cilët tanë kohën kanë bërë politik edhe kanë bërë lajme të rreme kundër UÇK-s, t'i demantoj dhe t'i tregoj botës perëndimore se populli shqiptar në Ballkan është i bashkuar dhe ushtrinë çlirimtare të Kosovës dhe ushtritë çlirimtare kudo që janë i ka të sublimuara në vetveten e vet si aktivitete kombëtare, që gjeneratat e ardhshme sigurisht do t'i mësojnë këto dhe do t'i kalkulojnë fuqishëm në historinë moderne të popullit shqiptar në Ballkan. Se thash në fillim, pas pavarësisë Shqipërisë, aktin më të madh kombëtar e ka bërë ushtria çlirimtare e Kosovës duke realizuar qëllime siç është pavarësia e Kosovës, po edhe baraspesha etnike në Maqedoni, që populli shqiptar në Maqedoni mund konsiderohet si popull shtetformues, në të cilin Maqedonët nuk mund funksionoj Maqedonia pa shqiptarët. Në fund të fundit, për te dëshirës, ju si mendoni në fund të këtij procesi në Hag, a do takohet e drejta me drejtësinë? Po duke i analizuar dëshmitarët të cilët kanë qenë pothuajse 100% të përgatitur nga prokuroria serbe dhe duke u mbështetur në ato fake newsat e ndryshëm dhe duke u mundu me kriju argumente jo të sakta dhe pjesa mbrojtëse që e pastroj nga këto, unë shpresoj që gjykata në Hag do të flet drejt, që këta të lirohen edhe të mbyllet njëherë përgjithmonë si procesi fundit që mund të jetë, të mbyllet njëherë përgjithmonë ndjekja apo kontestimi i veprimtarisë ushtrisë çlirimtare të Kosovës, edhe të vi drejtësia në vend dhe sigurisht që shqiptarët ta kultivojnë veten, të i realizojnë aspiratat e tyre si çdo popull që është në Ballkan. Për të kaluar tek ndoshta tani ajo që po ndodh me shqiptarët në Maqedoninë e Veriut, ju si do ta vlerësoni
këtë moment, është më i miri, më i keqi, jemi në sulm të për drejtat tona, jemi në mbrojtje, pra në tërësi sepse debatet shumëta përgjuhun, çështjan kushtetuese, jo po banditeri, tashmë fuqia politike duke sikur ka rënë me pjesëmarrjen e Blenit në qeveri, pra nuk s'duket sikur kanë atë peshën që kishte BDI-a, por edhe për BDSH-n, se ju në mos gaboj keni qenë kryetari i grupit parlamentar, si arriti që nga një rrudhje nga ajo periudhë të përfundoi në këtë gjendje që është tani? Tani shqiptarët e Maqedonisë vërehet se ka një krizë identitare politike. Nëse flasim për komponentën e Vlenit, si komponent, ata nuk janë të strukturuar politikisht. Ende nuk janë të rregulluar se kush do udhëheq Vlenin si lider. Ata kanë probleme në strukturimin e partisë së tyre, nuk kanë një kuvend qendror, nuk e kanë bërë një kongres, edhe të kamuflojnë, domethënë të konstatohen si parti serioze, të thotë që janë për të bërë proces politik. Në anën tjetër edhe Bashkimi Demokratik për Integrim ka të metat e veta, për arsye se po ju ndërpres, ndoshta mos e kanë kryetarin në Kosovë. Mund edhe ajo, po nëse flasim principe hipotetike, po ata duhet të bënë parti politike, për arsye se politika është një instrument serios që merr vendime. Nuk mund të thush nesër se nuk mund të thush nesër se këto vendime erdhën si rezultati mos koordinimit të mrenshëm. Se ato një ditë do vinë t'ja hudhin faj njëri tjetrit, nëse nuk konfigurojnë si një subjekt. Edhe Bashkimi Demokratik për Integrim i ka të metat e veta, për arsye se ajo është nën presion të opinionit publik për t'u reformuar si parti, ka ftyra politike që qëndrojnë mbi 24 vjet aty, edhe ata duhet largohen se nuk prodhojnë gjë. Për ta thënë konkretisht, duhet largohet Ali Ahmeti. E tash tek Aliu kemi pak një parasysh si një ftyrë, si një politikan me karrierë që lidhet edhe historia me atë. Unë mendoj që ai mund të bëj një ekip të mirë të djemve dhe vajzave të reja, nga të cilët mund të nxjerrë më të mirën si një alternativë qeverisëse kundrejt Vlenit. Nuk duhet t'i përsërit gabimet, për arsye se BDI bën 6 vjet që s'ka organizuar kongres. Në zyrat e ambasadave ata të konsiderojnë si grup informal nëse ti shkel rregullat statutin tënd të partisë. Ti duhet të jesh kundrejt statutit tënd, duhet të jesh shumë i drejtë për drejtë dhe duhet të jesh shumë aktiv. Edhe këtu i ka të metat e veta në aspektin e formëzimit, domethënë që ka hapësirë për të plotësuar, por edhe duhet gjeneroj një politikë alternative qeverisëse që duhet sublimoj në vetvete një lloj bashkëqeverisje që duhet ta reklamojnë në aspektin politik, edhe një lloj bashkësovraniteti që duhet populli shqiptar të jetë i lidhur me sovranitetin e shtetit maqedon, me shtetit e funksionimit të shtetit në përgjithësi. Domethënë, na mungon një normë në aspektin demokratik. Norma është se partitë politike kanë të drejtën demokratike të garojnë, po duhet të kemi një normë të mrenshme në subjektet politike në Maqedoni, se ajo parti politike që merr një vot më tepër, ajo duhet të jetë kredibile të bëjë qeverinë. Këtë edukat politike duhet na vinë prej Tiranës, prej Prishtine, për arsye se populli shqiptar në Maqedoni llogaritet si pjesa e tretë, domethënë, nëse Shqipëria është e para, Kosova e dyta, ne jemi pjesa e tretë, jemi dikon 700.000 njerëz, domethënë populacion, nga i cili duhet të kultivohet një lloj demokracie mrenshme. Por nëse kjo demokracie mrenshme nuk normohet në aspektin e këtij profili që në çdo subjekt politik që fiton një vot më tepër, ai e ka të drejtën të bëjë qeverinë, tek ne nuk do të funksionojë standardi demokratik. Domethënë, pala Maqedonia gjithmonë do të jetë e interesuar të marrë pjesën më të dobët. Edhe pjesa më e dobët nuk do të ngërthej kërkesa dhe do shkojë në një lloj politike që
gjithmonë do të vërehet si përtharëse në aspektin e interesave të shqiptarëve të Maqedonisë. Pra, Tirana dhe Prishtina duhet bëjnë një lloj komunikimi që ta normojnë politikën në Maqedoni, të japin norma humane në aspektin e garës demokratike, edhe të respektohet gara demokratike deri në fund. Kjo do të jetë e kushtueshme për ne. Po, PDSH-ja nga periudha që ju ishit Unë jam nuk jam në rrjedha. Ka marrë pjesë në shumë proteste të rëndësishme, po si përfundoi kështu? Unë nuk jam në rrjedha të Partisë Demokratike Shqiptare. Sigurisht ka tentativa organizimi dhe riorganizimi, shpresoj që të kenë sukses, por nuk jam në rrjedha të aktiviteteve të tyre. Edhe diçka të fundit kam te çështja e sigurisë. Si nëse ju folet pak më lart për aspektin politik që duhet jetë Tirana me Kosovën, me Prishtinën, ajo që do të bëjë orientimin, po në trevat tona çfarë duhet bëjmë në aspektin e mbrojtjes, ndoshta nuk po flas për një platformë shqiptare, por në aspektin emergjent të mbrojtjes, sepse pak ditë më parë në një nga kongresmenët në Komitetin për Politikën e Jashtme në Kongresin Amerikan sa që Shqipëria, Maqedonia, Malizi janë shenjese në rast të një konflikti. Apo ju akoma besoni që ndoshta i qëndroni asaj që keni thënë që Putin është në dy gjunjë? Unë një herë në këtë drejtim është madhështi e Zotit që ne jemi pjesë e NATO-s, Shqipëria është pjesë e NATO-s, Maqedonia është pjesë e NATO-s, njëkohësisht edhe vetë Kosova, NATO janë në Kosovë, rezonoj se procesi i sigurisë në aspektin e ngjarjeve që janë duke ndodhur me Ukrainën dhe në luftë me Rusinë, ne jemi në një vijë, domethënë, të sigurisë globale që e siguron perëndimi apo që e sigurojnë forcat e NATO-s. Dhe unë kam dëgjuar shqetësimin e kongresmenëve. Shqetësimi është se nuk duhet të lehet Serbia si një dritare e Rusisë dhe e Kinës në mes të Evropës, por duhet të i bëhet e qartë se ajo duhet t'i ndalë të gjitha aktivitetet mbështetëse që mund t'i vinë nga Moskva dhe Pekini dhe të bëhet e njëtrajshme të gjithë popujt e Ballkanit, të cilët kanë një orientim të qartë euroatlantik. Dhe me të drejtë, do të thotë si Shqipëria, si Maqedonia, si Kosova, kufizohen me kufime Republikën e Serbisë, dhe në rast se Serbia lehet në një ndikim rus dhe në një ndikim kinez, pse jo mund të jetë linja e parë e ndonjë incidenti më të madh që serbët ende besojnë që mund të ndryshojnë gjërat në atë tekën e fantazisë të tyre, se janë më të fuqishmit dhe më dinjitozit që duhet të bëjnë luftë në Ballkan. Mirë, po gjërat kanë ndryshuar. Kosova është tani një shtet në këmbë të veta, Shqipëria ka hapur drejt mobilitetit të sigurisë fal integrimit në NATO, edhe shqiptarët e Maqedonisë nuk qëndrojnë keq, nuk janë që mund të luftojnë me pushkë, me toje tani. Tani furnizimet nuk vinë shumë më mirë se dikur, edhe Serbia nuk është ajo që është. Nuk është ajo? Nuk është ajo që është, mo. Për ta mbyllur, të lutem, ju siguretat tash më lart e ndani jetën mes Tetovës edhe Prishtinës. Aty kemi zgjedhje tani. Ju përpara keni kandiduar me AK-n. Tani janë rikthyer Ramush Haradinaj, po rikthehen shumë figura, mes tyre dhe zotin Çeku. Pra po rikthehen generalet. Ju e keni menduar të riktheheni politikës apo jo? Unë jam shumë i afërt me zotin Haradinaj, e ndihmoj gjithmonë në proces politik. Ai është një njerëz shembullor dhe është fat i madh që e ka Kosova. Është një siguri e fuqishme e politikës kombëtare kundrejt aleatëve tonë. Edhe zoti Haradinaj shpresoj të del mirë e më mirë në këtë zgjedhje, për arsye se pastërtia e tij politike çdo ditë vërehet se ka qenë një domosdoshmëri aktiviteti i tij politik, ai si themeluesi i ushtrisë të Kosovës, si themeluesi shumë proceseve politike
të cilët ka marrë pjesë në mënyrë të drejtë për drejtë, edhe si kryeministër, po edhe si akter politik, po dëshmojnë çdo ditë se është i domosdoshëm për Kosovën. I uroj të ketë sukses sa më shumë, sa më të madh. Unë dyert e hapura i kam në AK çdo herë, po është vendimarrja ime e imja për shkak të angazhimit tim që e kam, që mos të kandidoj. Zoti Batoshin, të falenderoj shumë për bisedën, edhe çështjet që trajtuam, e shpresoj që të flasim sërish në të ardhmen, të jam mirënjohës shumë për kohën dhe mendimet që ju ndat me publikun tonë. Gjithashtu faleminderit edhe nga unë, dhe edhe një herë përshëndes gjithë audiencën e juaj dhe kontributin që po jepni.